Prej disa kohësh njerëz të afërt me pushtetin e Edi Ramës që në publik njihen si mbrojtës të tij, po sulmojnë ata që në gjuhën mediatike i quajmë oligark, përkatësisht grushtin e të pasurve që kanë në dorë shumicën e kontratave dhe lejeve për të shfrytzuar paratë e buxhetit apo asetet publike të shtetit. Gjergj Luca, e njohur ndryshe si Loloja e Bablokut, por edhe të tjerë kanë sjellë në publik një diskurs mjaft kritik ndaj disa prej emrave të rëndësishëm të sipërmarrjes në vend, të cilët pak kohë më parë jo vetëm nuk i kanë prekur, por i kanë ngritur në qiell në deklarimet e tyre publike. Ndërkaq edhe rasti i goditjes së fortë ndaj Bacës Bexhet Pacolli nuk duket i rastësishëm dhe është pjesë integrale e një strategjie të re politike që nuk do të vonojë të shfaqet me hapa konkret të vendosur nga lart. Kjo strategji ka shkaqe të qarta politike dhe vjen si pasojë një mundësie të re të krijuar, ku duket se mazhoranca nuk është më e varur nga domosdoshmëria e operimit të oligarkëve si ndërmarrje të gatshme apo si mekanizma financiar. Në mungesë të operimit direkt nga buxheti i pamjaftueshëm janë përdorur sipërmarrësit e mëdhenj që nëpërmjet kredive i kanë dhënë likuiditet tregut dhe ekonomisë në vend. Por këto operacione kanë qenë barr për qytetarët, pasi kredit kanë rritur borxhin publik të qeverisë dhe të shtetit. Edi Rama, pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit në disa takime që ka zhvilluar për atë që e ka quajtur Rilindja 2, ka folur për fonde të disponueshme që janë gati të vërshojnë në Shqipëri sipas një plani investimesh që do të planifikohet nga qeveria. Asnjë fjalë se nga vijnë këto fonde, çfarë përfaqësojnë, sa janë dhe kush i zotron. Kjo deklaratë ka shkaktuar menjëherë një tronditje në mjedisin ekonomik, duke shqetësuar sipërmarrësit e mëdhenj që në këtë treg të vogël po ndjejnë praninë e peshkaqenëve të rinj, ndërsa ata nuk janë më të domosdoshëm për Edi Ramën siç kanë qenë për 13 vite. Në realitet nuk ka asgjë të re sepse jemi në një skenar të njohur që në gjuhën politike quhet putinizëm, i zbatuar jo vetëm nga Vladimir Putin në Rusi, por edhe nga Erdogani në Turqi, apo nga liderë të tjerë autoritarë në vendet e Azisë Qendrore, në Bielorusi dhe në Serbi, madje në një formë të butë edhe në Hungarinë e Viktor Orbanit. Putin sapo mori pushtetin goditi grupin e oligarkëve që kishin punuar me Boris Jeltsin, dhe ndroi thuajse krejt klasën dominuese të biznesit të madh që operonte në sektorët strategjik. Kjo solli përplasje me perëndimin pasi një pjesë e oligarkëve u strehuan në Europë dhe financuan lëvizje opozitare në Rusi e Ukrainë. Por të gjithë ose u burgosën ose u vranë, ndërsa klasa e oligarkëve u ndryshua disa herë në disa faza, derisa u konsolidua në duart e një klani shumë të afërt me Putin familjarisht dhe politikisht. I njëjti model u ndoq nga Erdogani, i cili largoi dhe shkatroi të gjithë oligarkët që e sollën në pushtet dhe bën pasuri përmes PPP-ve në infrastrukturë, shëndetësi dhe turizëm. Pasi e etiketoi si gylenist, pas vitit 2016 ai kreu një spastrim masiv të klasës së oligarkëve që vepronin në Turqi dhe jashtë saj, duke zëvendësuar universitetet, kolegjet dhe asetet e tyre me biznesmen pranvetes. E njëjta gjë ndodhi edhe në Shqipëri, ku kompanitë turke që Erdogan mbështeti dhe loboi për të hyrë në sistemin energjetik dhe financiar sot janë armiqtë e tij. Edhe Edi Rama me të njëjtin model po largon oligarkët që e mbështetën dhe po i zëvendëson me figura të reja pranë familjes dhe rrethit të tij politik. Këtë e ka nisur që me shembjen e grupit politik dhe ekonomik të Erion Veliajt, i cili në 3 mandate krijoi një rreth biznesesh që mbështetën financiarisht dhe që sot po zhbëhen një nga një. Nëse vihet re me kujdes, operatorët e rinj që po marrin vendet e armiqve janë të lidhur drejt për drejt me familjen dhe njerëzit e afërt të kryeministrit. Shqipëria po hyn në fazën e dytë të putinizmit apo erdoganizmit, një fazë që shumë shpejt do të pasohet nga e treta, ajo është shtrëngimi të madh të lirive politike dhe ekonomike. Kjo do të ndodhë veçanërisht nëse perëndimi distancohet nga Shqipëria, siç duket se Edi Rama e dëshiron, për të bërë pa pengesa amnistin fiskale dhe për të futur fluksin e madh të parave të nëntokës në ekonomi. Me këto para do të blejë gjithçka dhe gjithkënd, përveç atyre që nuk pranojnë, të cilët si gjithmonë janë të pakt.